Kemi përmendur që në Kur'an famadh, Mërjemi është thirrur si motra e Harunit. Ja ukhte Haruna, ma kana abuki imra'a sawin, wa ma kanat ummuki baghiya. Oj motra e Harunit, babaju s'ka qenë burr i keq, e nëna jote nuk ka qenë e pandershme. Pra kur ja kanë bërë ato akuzat se Mërjemja ka bërë një mkat, ka bërë një gjuna, e kanë thirrur me emrin ja ukhte Harun, oj motra e Harunit. Kemi përmendur që diskutimet e dietarëve janë rreth kësaj çështje ndahen në disa grupe. Mirë po, përveç tjerash kemi përmendur se si problem, si dilemë, si çështje, është ngrit edhe vetë në kohën e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Një sahabi i quajtur me emrin Mughira bin Shu'ba radiallahu anhu, i ka dëgjuar krishterët e Nejranit, një krahin në Arabinë Saudite, duke thonë se kinse në Kur'an ka pasaktësi për faktin se ja Zoti po i thot Mërjemës, oj motra e Harunit, ndërsa ndërmjet Mërjemës, ndërmjet Isait, do thotë dhe Musait, Harunit, ka më shumë se sa 1000 vite. Pra, në një farë forme janë munduar që me u thirrë në këtë fakt, edhe pastaj nga aspekti historik me shpall Kur'anin si të pavlefshëm. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur e ka dëgjuar këtë fjalë, i ka thonë Mughirës: "Ela akhbartahum annahum kanu yusammuna bil anbiya'i was salihin qablahum." O Mughire, pse nuk ju ke treguar ti atyne se ka qenë zakon, ka qenë praktik e popullit Mërjemës, e popullit Isait alayhis salam, që me u thirr në emrat e pejgamberve dhe evlijave që kanë qenë para tyre. Pra, thirrja në këtë rast në Harunin që ka qenë pejgamber, nuk është thirrje biologjike, se Mërjemja është motra biologjike e Harunit, por është thirrje në kuptimin e vlerave. Filani ka qenë burr i mirë, ka qenë praktike edhe të na. Ju kanë lënë emrat në bazë njerëzve të mirë për shkak se kanë dashur një lloj bekimi me kohën për pasardhësit e tyre. Edhe Mërjemja është thirrur me këtë emër, edhe vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam në këtë hadith po na shpjegon këtë, pra që thirrja nuk ka të bëjë me thirrje biologjike, por ka të bëjë me thirrje të vlerave.